Problemi kurd në Turqi është një problem shumë i madh potencialisht, sepse kurdët kanë rastin më të mirë sot në një goditje të rëndë të Iranit, kanë dhe Siria edhe ajo ka rënë. Kurdët janë në ditët e tyre më të mira për të prekur ëndrrën e tyre për të bërë shtetin e tyre. Ndërkohë që Turqia, kjo është hapja e kutisë Pandorës për Turqinë, sepse Turqia ka mbi 10 milion kurd në një territor etnik të pandërprer me Iranin, me Irakun, me Sirinë deri afër Izraelit. Nga ana tjetër, Izraeli i fuqishëm pas kësaj, do të thënë presupozohet se do jetë shumë i fuqishëm se tani edhe më me autoritet në rajon, është aleat dhe mbështet fuqishëm çështjen kurde, për interesat saj gjeopolitike. Sepse krijimi një shteti kurd, mendoj unë, në lindjen e mesme, një aleati të fortë të Izraelit, krijon një detant, krijon një ekuilibër krejt të ri në rajon, ku Turqisë i minimizohet autoriteti i saj, edhe nëse nuk do të ndodhte, unë shpresoj dhe besoj, që kurdët do ta fitojnë lirinë në gjithë hapësirën e tyre, pavarësisht nga përpjekjet që ka bërë Erdogani duke shuar Partinë Komuniste të Kurdistanit me Öcalanin në Turqi, por pjesën tjetër jashtë Turqisë ai nuk e kontrollon dot. Unë them që do të jetë një minë me sahat për autoritetin edhe për sigurinë kombëtare të Turqisë. Për sigurinë kombëtare të Turqisë. Po. Ndërkohë që po fliste përfundimi me sukses i Izraelit, që ka gjasa të ndodhë, sepse janë edhe faktorët madhor pas Izraelit, janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është dhe Europa. Me Iranin e keni parë, nëse në Gaza Europa është diferencuar në qëndrimet e tyre, pothuajse të gjithë janë diferencuar me Amerikën, nuk kanë qenë drejt për drejt dhe i kanë thënë edhe e kanë kërcënuar Netanyahu që të ketë i dorë me pak të shtrirë për goditjen veçanërisht të popullsisë civile. Kurse Irani shihni një marrëdhënie tërësisht ndërsa Irani krijoi një kompaktësi mes Europës dhe Amerikës, sepse vërtet është armik i rrezikshëm dhe me ndikim shumë të madh dhe në Europë. Kështu që unë them është e sigurt humbja e Iranit në këtë pikpamje dhe Turqia natyrisht ka shqetësim shumë legjitim dhe nuk e bën as për propagandë, por e bën nga halli dhe nga shqetësimi që ka në lidhje me stabilitetin dhe sigurinë kombëtare të Turqisë.